Ju përshëndes gjithëve, po zbresi malin e Krujës për të kuptuar se çfarë dëmesh ka sjell zjarri. Ju do ta shikoni gjithë të pjesë e cila është e shkrumbuar, pra si në të majtën time, po si edhe poshtë në Gremin, janë pyje cilat janë të djegura, ndërkohë që siç e shikoni edhe nëpërmjet pamjeve, ato flak zjarri që shikoni atje janë aktive në lagjen boje të Krujës. Kjo është rruga malit dhe pasojat që ka lënë zjarri isë shtunës në qytetin e Krujës. Po të shikoni edhe në asfalt, janë copa gurësh të cilët kanë rënë nga lartësitë për shkak të nxehtësisë që ka pësuar shkëmbi i malit Krujës. Është një zjarr i paprecedent në qytetin e Krujës. Pa njohur më parë, është rrëmuar dhe është shkrumbuar gjysma e kurorës së malit Krujës. Pra jemi në zbritje. Këtu forcat zjarfikse, qytetarët e Krujës kanë bërë një betejë, duhet thënë, shumë të madhe. Forcat e ushtrisë, pra siç e shikoni, komplet pjesa e malit është e djegur, siç duket tani, edhe pjesa poshtë. Pra, e shikojmë. Zjarri në pjesën e sipërme, pra jemi duke zbritur në lagjen varosh të Krujës, që është lagja fundore e qytetit Krujës për të çuar në malin e Krujës. Pra shikojmë dhe do ju tregojmë dhe pak më poshtë se deri ku ka arritur zjarri, që ka rrezikuar pikërisht edhe banesat e banorëve. Pra shikojmë në të majtën time janë të gjitha këto momente të cilat janë shkrumbuar pyjet e Krujës. Pra siç ju thash pak më herët, mali i Krujës është i ndarë për gjysmë, gjysma është djegur, gjysma jo. Edhe tani që po flasim kemi dy vatra aktive të zjarrit, njërën e kemi në lagjen boje, poshtë, pra që lidhet me krastën e Krujës, dhe tjetrën e kemi në lagjen Abaze të Krujës. Nuk është fituar akoma betejë me flakët e zjarrit, prandaj thirrja ime ka qenë dhe mbetet të mbajmë në gatishmëri zjarfikse në qytetin e Krujës, të jenë nëpër lagjet e Krujës, të jenë aktive, të vazhdojmë punën me helikopterët, mos dalen helikopterët. Kemi pasur 3 helikopterë në punë, por në rast se do jetë e mundur të kërkojmë dhe ndihmë nga jashtë që të jenë edhe më shumë helikopterë. Siç e shikoni, pra në rast se e fokusojmë në anën time djathtë, janë 2 liçenet, rezervuaret nga ku marrin ujë helikopterët her pas here, mbushen aty dhe pastaj këto ujë e çojnë në vatrat e zjarrit. Pra shikoni, këtu kemi një banesë e cila ka rrezikuar realisht për të djegur. Pra kjo vit që kemi këtu, sepse siç e shikoni, flakët e zjarrit kanë ardhur nga e majta. Pra shikoni se deri ku është shkrumbuar. Pra prania e blozës aty, dhe ku është djegur, ka qenë ky lokali tjetër i rrezikuar, lokali Horizont që lam pas shpinës time, ku është luftuar dhe kanë dalë dhe pamjet apokaliptike, ku zjarfikset kanë rrezikuar deri në jetën e tyre dhe kanë ngadhnyer mbi flakët e zjarrit. Shikojmë janë pyjet cilat në pjesën e sipërme, në anën time të majt, por edhe poshtë në anën e djathtë, janë totalisht rënuara. Po bëjmë këtë gujt të vogël për me kuptu vetëm një pjesë të dëmeve që kanë bërë, sepse normalisht lagja Alilam, Barabit dhe Abaze poshtë ka pasur dëme të tjera të konsiderueshme. Këtu është luftuar nga ana zjarfiksve, pra këtu ka qenë një zjarfikse, jemi tek lagja që ka përgjithsisht fisi Kau në varosh, dhe këto kanë qenë shtëpiat të cilat janë rrezikuar. Perimetri sigurisë ka qenë më poshtë, këtu nuk lejohej që të qëndronin banorët, megjithëse një pjesë e lagjes e banorëve që janë evakuar nga shtëpia kanë qëndruar pikërisht këtu, ku po dalin këta turistë tani, natën e së shtunës që ne lam pas, dhe kanë qenë gjithë këto shtëpia këtu që shikoni, krejt kjo lagje të evakuar, nuk ka pasur banor. Postobloku i dytë i policisë ka qenë këtu, pikërisht këtu, natën që po flasim të së shtunës, dhe këtu nuk lejoheshin as mediat për të hyrë, ndërkohë unë kam qenë në pjesën e sipërme, këtu ka qenë postobloku i policisë. Dhe ka pasur një rrezik potencial për gjitha banesat tu, fatmirësisht gjithçka shkoi shumë mirë, por dëmet kanë qenë konsiderueshme në ulli, në pemë, në kurorën e pishave. Kemi pasur një prezencë të një postobloku policie edhe këtu. Pra keni parasysh diçka, këtu kemi shpina Bas Kupit, këtu Majtas, këtu është komisariati i policisë i Krujës, dhe këtu do ju tregoj edhe postobllokun e fundit që ka pasur policia që nuk lejonte të hypje me makinë
natën e së shtunës, që ka qenë pikërisht këtu te pjesa e zjarrfikseve të Krujës, që është jashtë, zjarrfikse e Krujës, ish gjykata dhe prokuroria, pasi Krujës e kanë mbyllur gjykatën dhe prokurorinë. Se kjo ka qenë lagja më e rrezikuar e qytetit të Krujës ditën e shtunë. Ju treguam vetëm një pjesë të dëmeve në qytetin e Krujës, ndërkohë që do të kemi video tjera për më të tregu se çfarë ka ndodhur realisht në Krujë, sepse tani që po flasim, vazhdojmë akoma që të kemi probleme me vatrat e zjarrit në boje dhe në bazë.